Nuk është konferencia imja, unë prita mërgatën në zyrën time, por që bashkëdhetarët tanë kërkuan që të vizitojnë sallën plenare, edhe prandaj e vlerësuam të rëndësishme që të vinë dhe të shohin sallën plenare, gjithmonë duke vlerësuar që opozita e lejon mërgatën që të vizitoj kuvendin e Republikës së Kosovës, por si që po e shihni, opozita i proteston edhe mërgatës, opozita i proteston edhe të rinjve e trejave tona, por kur s'ka kauz, vazhdojnë me veprime të tilla të cilat janë të pajustifikueshme. Mu vjen shumë keq sepse të hënën, të martën dhe të mërkurën janë ditët që kuvendi ka hap dyert për mërgatën tonë, por ja që opozita po tenton që të bëjë veprime të tilla vetëm që të pengoj aktivitetet e kuvendit të Republikës Kosovës. Faleminderit.